Si e shihni ju këtë ngritje? Si do të reflektohet në ekonomi dhe në përgjithësi në çmimet e tregut tonë? Po, ne do të nëse e përmbledhëm kështu me përgjigje të drejtë për drejta, ne do të kemi rritje të çmimit të produkteve tona, prodhimeve kosovare, jo të importume, por kosovare për arsye se rritja e çmimit të energjisë elektrike ka ndikim të drejtë për drejtë në rritjen e shpenzimeve operative deri te produktit që më pas i fakturohet konsumatorit. Dhe do të kemi një ulje të standardit vizhitarëve të Republikës Kosovës, po do të kemi edhe një tkurje të prodhimit tonë për arsye se produktet tona kam dyshim që nuk do të mund t'i bëjnë në ballë ose konkurrencë në tregun e brendshëm produkteve të importura. Edhe ashtu ne na ka mbulu importi, nuk jemi duke pas mundësi që ta ulëm deficitin tregtar, tani kur po folëm është vetëm 17% që mbulojmë eksportin me import. Dhe nëse ndodh një rritje energjisë elektrike ashtu siç në bërë analizat dhe siç në bërë edhe verifikimet në berëzat e ndryshme, të cilat ofrojnë furnizues energji elektrike për bizneset që është paraport që të dalin në treg të hapur prej 1 qershorit, çmimi i energjisë elektrike do të jetë 50 deri 100% më i shtrenjtë sot, se sa që kishin prej çmimit të rregulluar nga ana e Kecit. Kështu që do të ketë një shtrejtim, do të ketë një lloj inflacioni nëse më me quajt, dhe do të ketë një ulje të standardit shtetarëve të Republikës Kosovës. Për këtë arsye, ne kemi kërkuar që ose të përcillet me masa të subvencionimit biznesi, ose të shtyhet së paku edhe një vit që biznesi mos të dalë në treg të hapur, për arsye se nuk janë kushte dhe nuk është momenti i duhur që bizneset tona të dalin në tregun e hapur.